E pra të dashur mes, jemi rikthyer sërish këtu në emisionin tonë, do të vazhdojmë edhe më tutje me mysafirë të tjerë dhe storje që kemi përgatitur. Para se të lidheshim drejt për drejt këtu, patet mundësi të shihni një promo të Thank You USA të 7 vit me radhë që po organizohet. Është koncerti që bëhet në sheshin Nëna Terezë me datën 22 nga ora 20 dhe besoj që sikurse edhe 7 vitet e tjera, 6 vitet në fakt edhe të vitin e 7 do të ka shumë më publik, si zakonisht, edhe pse kohën e di se nuk e shikoni, qoftë në shije, qoftë në ftoft, do t'jeni aty që të falenderojmë të gjithë bashku Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e gjithashtu t'i shohim pse jo edhe të pëlqyerit e juaj, e pat edhe vetë që ka shumë këngëtar janë pothuajse të gjithë emrat më të njohur të estradës tonë. Kështu që ju presim me datën 22 në koncertin më të marrët për Thank You USA. Tashmë, jemi në pjesën tjetër të emisionit ku do të flasim për aktualitetet. Mysafiri imi sot do të jetë bukuroshja Diana Avdio. Mirë se erdhe, Diana. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Diana Avdio, Miss Univers Kosova, e zgjedhur dhe e gatshme për të prezantuar Kosovën në spektaklin e mas do të bëhet me 19 dhjetor në Los Angeles, në Las Vegas, më fal. Tregom Diana, a je gati? Po, herën e kalume kur kom qenë emision të te, kom thonë tash veç po fillojmë përgatitjet edhe sot ku marrë me u përshëndet edhe ku marrë me tregu që tash jam e gatshme dhe për pak ditë nisën. Më pëlqej kjo thënia, ku marrë me u përshëndet. Pikërisht në emisionin tonë do të përshëndetemi me Dianën duke ju uru të gjitha të mirat edhe duke ju uru një sukses sa më të madh. Para se që të fillojmë të zbulojmë pikat të gjitha detajet e asaj nate, unë do dëshiroja që të më tregosh pak, e dim që ka shumë punë dhe ka shumë përgatitje dhe ju gjatë tërkohës jeni marrë me përgatitje, jeni marrë me vetën, vrejmë që ke humbë shumë pesh, ke formësu trupin, po mirësh me aktivitete gjatë tërkohës. Tregojmë pate fështirë me sa vullnet i bune gjitha këto. Unë kom pas vullnet jashtë zakonisht shumë edhe po mendoj që veç për qatë arsye kom rri me i bo krejt në kohë edhe me sukses po besoj. Po jam do pësu shumë në shtavrijet edhe në televizion, po ma shumë e vrej një me sy që më shene këto. Tjetra përgatitjet kanë shku gjitha shumë mirë. Gjithmonë egzistojnë ato korat kur lodhet personit cili merret me krejt gjanat, në këtë rast tonë. Ka pas shumë momente kërën e kom thonë labi jom lodh, po si gjithmonë labi është optimist edhe tja vullnet, edhe me përkrajet gjithve që kanë qenë afër meje, unë kom ri më u bo gati edhe tash, edhe pse egziston ai stresi që kom e pas atje. Ka fillu qysht tash, njëkohësisht edhe një farë emocioni pa përshkrushëm, po prapë thamë një më gati edhe kom edhe maksimumin të atje. Qka të është dashtë saktësisht me punu që t'jesh sa më e gatshme për natën e madhe, përpos formësimit të trupit edhe dopsimit, besoj do t'kemi mundësi edhe pakës më vonë me pa storjen për cilën je për kujdesit dhe për veshën me cilën do të prezentohesh, po qka tjetër përpos këtyre? Ka pas shumë përgatitje, njëkohësisht është edhe përgatitja psiqike. Atje ka shumë rëndësi qëndrimi, fjallë që unë i thëmë, sjelljet me tjertë, normalisht, edhe ajo përgatitja psiqike ka qenë për mu ma rëndësishmja. Unë e kom mësu vetën me ato që nuk bën me u lodhë, s'ka me u lodhë gjatë një mujë, dhe të me qenë në kom mëngjes në mramje non-stop, edhe normalisht e kom mësu vetën që kom ndajt me persona që unë nuk i nja, po duhet me fillu me i dasht edhe me usil normalisht mirë me ta. Kjo është rëndësishme, përgatitjet ushtrimet i ceke, mandejo në veshjet që kemi me dalë me tu në finale, që i punën Vjollë Salla Pashtica, njëkohësisht janë fotografimet të ndryshme që janë bu gjatë të në kohës, prej qershorit deri tash edhe ta. Do dëshiroja që tash të shohem. Diana tash e sa kohë së bashku me
Vjolta dhe Pashticën. Stilistën kam filluar përgatitet për veshjen që Diana do ta marrë me vete në Miss Universe, edhe që do ta vesh jo vetëm në natën e madhe, mirë po edhe gjatë takimeve, gjatë provave të ndryshme që do të ketë. Kështu që Vjolta e nisi këtë punë të Miss Universe-it edhe po e son deri në fund dhe po përkujdeset për Dianën. Do të shohim një historie në të cilën flitet më shumë për provat që kanë bërë ato, për veshjet, edhe pse nuk janë zbuluara normalisht, sepse nuk bën, mirë po do të shohim se çfarë po përgatit Vjolta dhe Pashtica për Dianën në Miss Universe. Aksesor, modele e masa po përfundohen. Nyancat që i kumë përgjedh, ka ndesh pak me lidhe dhe me 100 vjetorën e pavarësisë Shqipërisë. Edhe janë dy elemente, nyansa që janë shumë gudimshme edhe të mira për Dianën atje. Sa është përgatit Vjolta për këto, sa ti e përkushtu gjatë kësaj pune që ke bo për Dianën dhe Miss Universe? Unë i kumë kushtu shumë rëndësi, sepse jenë mes shumë dizajnerave tjerë, edhe mande e kini barë që edhe kjo vetë, derisa kjo faktikisht ka më qenë atje më barë, në spektakl, e ka atë barën edhe stresin e vetë, edhe ku mundu mja bo punën sa do pak ma të letë. Edhe për fond, besoj që ki pak fjallën a thonë për shkrimin tënë, ose mendimin tënë se si mendojnë që do të dalë Diana, qoftë me veshjet e tua, qoftë ajo si një vajzë, çfarë mendojnë për prezantimin e saj që do të ketë?
Si e teka njëherë, mendoj që Diana ka nja fillu, e ka një ftyrë shumë mandej e mira tjetër e Dianës, që shumë pak tjera vajzat botës e kanë, që ka eksperiencë me mediat, edhe ka guxim, shumë e guximshme, është që ka me jep një plus edhe jam me sigur që ka me qu disa hapa për para. Prej veshjeve tashmë janë të gatshme, ato mbeten sekrete dhe nuk mund të zbulohen para syrit të kamerës deri në natën e madhe të 19 dhjetorit, kur ato do t'ja shohim në trup Dianës. Kam kështu edhe Dianën me vjollcën në përgatitje të veshjes për natën e madhe të Miss Universit. Këto fotot e fundit ishin qysh prej fillimit të punës që Diana filloj. Përmenda kështu sepse po du me u lidh të fillimi jëtë, të pjesëmarrja jote në Unë jam top model. Fotografia që e pam është fotografia e parë që e kom bu në emisionin Unë jam top model. Edhe detaji i parë që më kujtu kër e pash fotografin është flokët e lidhuna, cilat kërë mu me kanë lidh flokët dhe në kom thonë, labi a bën veç flokët me pas të qutat lutem, edhe ma ka bu, jo, pse, unë e se pa fajshme, pse, e vogël, edhe tha, jo se ftyra duhet me dalë në pas e ti ki ftyrën e mrekullueshme. Edhe prej që ati momentet, kër më ka thonë labe ki ftyrën e mrekullueshme, na kemi mendu gjithmonë me marrë pjesë në Miss Universe, po për shkak të moshës nuk ka marrë pjesë. Edhe tash çdo herë edhe mbase që ka marrë titullin, mu më kujtohet fjala e labit edhe thamë, wow, sa mira, pse gjithmonë bojmë pyetje, pse nuk e lojmë gjanat me rjedhë, në bazë të njerëzve, se cili ka punën e vetë dhe e din çka është mirë. Po nga njerë edhe kompleksit banë më një jo rehat edhe thu për shambull për flokë se jo s'pidu kështë të pashtë e gjana tila. E sa i përket fillimet, të unë jam top model, është fillim, për mu ka qenë fillim i mbar edhe gjithsesi unë e vlerësoj shumë. Mi ka hap dyrt, më kanë ndihmu shumë, vjollca e përmendin storje, eksperienca, kom e më ndihmu atje shumë pa tjetër. Të emisioni unë janë top model, unë i kom su gjanat primare që ka më mduhen për më botën cilën unë kom hy. Edhe unë përbesoj që ajo kom e më ndihmu, normalisht nëse unë e shfrytëzoj, edhe do të shfrytëzoj, kështu që unë jam top model në betet diçka shumë e vlefshme për mu. Në storjen që pam, u pa angazhimi shumë i madhë qoftë prej anës tënde, po edhe maksimalisht edhe asaj të vjollcës. Ti sa je kënaqur me punën që ajo po bën, e dim që janë përfundu gati shumica prej veshjeve pasi që nuk ka mbetë edhe shumë kohë, mirë po nuk mund zbulohen para syrit kamerës dhe të mbetet deri në momentin final. Pa tjetër, veshjet janë pothuajse gati, ka detajet vogla cilat janë të punu në detajet vogla, që mundën në kry brenda orës, po na nuk përdojmë me hynë detaje mi përfundu tarë se ndodhë për shambull në moment fundit e ndrojmë një mendim, e mandej duhet më uprish, diçka për më regullu edhe njëherë. Për që atë arsye detajet e vogla i kemi lonë për fond, puna e vjollcës është jashtëzakonshme, më pëlqen shumë, gjithë fustanat, gjitha veshjet janë shumë të bukura. Normalisht ajo ka shku në ato që më përshtat edhe në stil tamin, po njëkohësisht edhe unë më ndi mirë në to. Në momentin që unë dina mirë në veshje, unë kom e dhonë maksimumin tam. Edhe për që atë arsye kemi punu non-stop, kemi qenë kontakt, kemi taku me prova, me masa, gjithë shka. Do me thonë, asajo nuk ka përtu për me bo punën ndështë ma shumë si një herë, po asë nësë kom përtu me shku shumë shpesh edhe mi provu gjanat e njëjta ka 2-3 herë. Edhe për qatë arsye po mendoj që ka ndalë shumë bukra, për ndryshe faleminderit vjollcës edhe se dajën ka vesh. Qashtu që ka ndalë edhe sot, edhe mu edhe ty si zakonisht vjollca që kujdeset për veshjen. Deshta me të pyet edhe pak për detajet tjera të asaj nate, veshja tashmë është kompletuar, për pos veshjes, Diana do të marrë me vete edhe diçka tjetër. Po.
është një dhuratë që duhet me bo për Miss Universe, faktikisht jo Leila Lopez, ajo që e mban titullin, po si organizim. Gjithmonë çdo vit duhet me u dërgu nga një dhuratë, edhe këtë vit e kemi zgjedhë hyneshën në Franë, është të e punu një djalë nga Peja, po më duket, ka emrin Kushtrem, me ato është marrë Labi, Adveja, kështë që në vëqë ka me shku me marë, për që atë arsye nuk i di shumë detajet. E kemi zgjedhë ato me arsye se ajo dhurat nuk është dërgu asë njëherë, edhe në njëjtën kohë e mba një histori shumë bukur, cilën kur e dërgan dhuratën, duhet me sqaru ti pse e ke zgjedhë këto, edhe në njëjtën kohë për derisa unë e dërgoj ato, e tregoj një histori që për një është e mirë, edhe pse mos me ditë gjithë. Ishte një përzgjedhje e mirë për këta. Kur do të nisesh për në Las Vegas? Për në Las Vegas, unë jam me datën 2 dhjetor atje, po unë nisem me datën 23 prej Kosovës. Është një ndaj që mbahet në Lozan, jam aty e ftume, deri me datën 26 jam në Zhenevë, mandej prej Zhenevës do thoj për New York, edhe prej New Yorkut në Las Vegas. Do thot prej të premtës deri në 10 orë nuk jam. Nuk do ta kemi më Dianën. Tregom apo të merr malli a do të marr malli, çfarë mendon? E di që ke qëndru tash këto kohë ishe pak edhe në Amerikë në mos gaboj, ku pate edhe shumë fotografi me Fadil Berishën, tregom që shkalova atje eksperienca, takove njerëz tri, pate ku për shopping, e di që më tranove me tesha. Po, unë kom qenë njërë kom punu, kom qenë do më thonë me punë, po njëkosisht edhe kom bo fotografit për Miss Universe, fotografia e cila ka dalë në vepaqe zyrtaret Miss Universe. Po, du ta shojnë. Gjatë kohës kur kom punu, kom kalu jashtëzakonisht mirë, ajo kuptohet, e kom bu punën me qef, edhe ka qenë e mrekullueshme. Është një eksperiencë pak ma ndryshe se puna që shbohet të na dhe atje. Do me thonë është e njëjta punë, modelizmi, po atje zhvillohet pak ma ndryshe se sa të na. Ose ma mirë me thonë, rolin kryesor atje e ka modelja. Nëse modelja nuk është në disponim, nëse modeljes nuk i pëlqen vetja, ose nuk është në komod në ato që ka e vesh, edhe nuk e dëgjon kërkosh, ajo nuk kom i bo fotografit e mira. Do me thonë atje i kushtojnë rëndësi maksimale modeljes, edhe non-stop gjithë jam dispozicion tonin. Edhe do këtë vitja adina është shumë e rëndësishme. Edhe shumë mirë që ke pas fatin me provu këtë ndjenjë. Po, pa tjetër, është shumë mirë që e kom provu. Pyta jam taku me njerëz, jam taku me shumë njerëz, jam taku edhe me vajzat që punojnë atje si modele, si prej Kosovës edhe prej Shqipëris. Mande jam taku edhe me personat cilët pasi që zgjedhet Miss Universe, pa marrë parasysh cilin vetë, çdo vetë ata e vazhdojnë një të punë merren me Miss Universe. Do me thonë, i rinë gati për një vetë radhazi vajzës. I kom taku edhe ata, kom taku Miss Universe 2011, Leila Lopez. Një të kohë kom taku edhe drejtoreshën e Miss Universe, njënën prej drejtoreshës. Edhe ka qenë mirë për mu. Do me thonë, në kom pa para se me shku atje, Këti pak a shumë që shkojnë gjanat? Normalisht, do me thonë, e nja pak ma shumë njerën edhe ty të një manë. Ka qenë mirë. Jom taku edhe me persona tjerë, po në përgjithësi kanë qenë gjitha takime të rëndësishme për mu. Në mos gabohem, ki pas e takime me Emina Qëllmullaj, edhe me Afërdita Dreshaj, që ka qenë atje një të në kopë, më duket me bu foto. Po. Ka qenë takime të i parë me Emina? Jo. Me Afërditën kemi punu për të njëjtën kompani, do me thonë nga karohet 3 ditë me qenë bashkë gjatë punës që e kemi bo, ndërsa me Eminën e kom taku, unë kom udhëthu edhe qatë ditë që kom ri, e lodhë dhe më shtri me pushu, ajo ka orë. Nuk ma kanë prish gjupin se ju kom vinë, po me gjithat unë jem taku me Eminën për çështje se ajo ka një agencion atje, edhe ajo ka dashtë më marrë në agencion vetjen. Arsyeja pse unë nuk kom pranu ka qenë Miss Universe, nuk kom dashtë me nënshkru kontratë dhe me pas obligime në të 2 anët, për qatë arsye s'kom nënshkru kontratë, po besoj që pas eventit mundet me ndodhë dhe janë. Okej, besoj që një njeri që të ka nejtë shumë afer gjatë tërë kësaj kohë sa ke qëndru, ka qenë Adili. Pa tjetër.
Atë përgatitjen psiqike për cilën unë e fola, mas shumë të ma ka po Fadili. Fadili e din që shkojnë gjanat atje, përderisa punon aty. Edhe krejtaj që ka mundet me bo për neve, është me na përgatit psiqikisht dhe me na edhon do këshilla esenciale për atje. Do me thonë, Fadili ka qenë shumë afër meje, në njëjtën kohë më ka komplementu për dukjen, për mënyrën që shumë po fotografona, për ecjen, skenë për gjanat tila, po mbi gjitha ai ka qenë non-stop me mu edhe më ka konsideru si vajzë të ti, që mu ka bo më ndish shumë mirë. Faleminderit gjithsesi ati dhe faleminderit shumë për këshillat. Unë fanpage-in tonë një kafe me Labin, në shuzova rastin me i marrë pak edhe mendimet e të tjerve, pasi që po jafrojmë natës së madhe dhe duhet shumë edhe përkrahja e popullit tënë. Këtë përkrahja ta do të mund edhe ta tregojnë edhe ta shfaqin edhe që do të ndihmoj ty shumë, për cilin do të flasë më vonë, bëhet fjalë për një votim në internet, por para kësaj të dëshiroja që ndoshta ndonjëri prej kameramanëve ose Ariani do të mund të fokusohen këtu me pa. Unë kam shënu çfarë ndoni për Miss Univers Kosova Diana Avdiun, si do të kaloj ajo në Miss Univers. Edhe Alisa Beqiraj thotë së pari e përshëndes dhe i them se është e bukur. Shpresoj që do të na përfaqësojë në mënyrën më të mirë të mundshme, e meriton dhe i dëshiroj suksese. Mandej Brenda thotë venin e parë do e marrë, meriton me bukurinë që ka. Lirie Shala thotë super ka me kalu. Fjolla me Hana shpresojmë se do të fitoj, shpresojmë që miri, dëshirojmë suksese. A ka me fitu, inshallah sa më mirë. Është shumë bukuroshe, shpresoj që do të fitoj. E shumica që kanë pozitive. Thot inshallah veç kalon mirë edhe Zoti qoftë me ty, Diana Lurieta Mehmeti. Është shumë e bukur dhe e zgjuar. Përshëndetje nga Shqipëria, je shumë e bukur, do të jesh në top 10. Shpresojmë që t'ja kalë shumë mirë, më e mira, inshallah fiton e shumë të tjera që mos të astaj tash të t'i lexu. Të las druën si fëmijë vogël. Definitivisht mu mbojnë më uni shumë mirë. Unë kam komente t'jashtëzakonshme prej gjithve, prej shumicës, kisha me thonë edhe në Facebook, edhe në fanpage, edhe kur i takojnë në rrugë nikosesht. Në përgjithësi janë gjitha komentet e mira. Mëj me thonë, krejt shka ko mujtë me ledzu për i komenteve, mundet me qenë 2 deri në 3 komentet këqia, cilat mu nuk më kam bu shumë për shtypje, për arsye se kuptohet që të gjithë nuk të pëlqenë. Shia është relative, edhe ndryshan, mu i me i pëlqy dikujt, mu i mos me i pëlqy dikujt. E mira është që më po i pëlqej shumicës, edhe shumica po më thojnë që janë krenar me mu, edhe po presin shumë prej meje. Për qatë arsye po thëmë që jam e stresume, se përderisa gjithë po më përkrajnë edhe përderisa gjithë janë me mu, në gjithë kohë me komentet mira edhe në gjitha formate mundshme, unë mos me mund me dhonë maksimumin ko më dushpru prej vetës. Për qatë arsye kom bledh forca, po mundona shumë edhe ko me dhonë maksimumin. Spari për gjithë ata që më përkrajnë, për familjen, për Labin edhe në fund për vete. E pa shtu një pyetje dhe një koment fakt interesant, nuk po e gjej tashmë, po ma herët e lexova, tha Diana, prej që është bëme se kalon pak Facebookun. Se? është shumë e vërtet është. është shumë e vërtet, e kum lon pak Facebookun, për arsye se unë jam konë në zonë, non-stop kom pas punë, kom hy për me lexu ndoshta mesazhet që mi kanë shkruajt, ka shumë që i kom kthy, shumë që s'kom mund me kthy. Po e kom lonë anash, e kom lonë një kohë kom dajtë në stop në Facebook, tash shumë rrallë, po vrej ka mungesa. Po e vrej mungesa. Okej, përderisa të tjerët po japin mendime se në cilin vend do t'jetë Diana, edhe ku do t'arrija jo deri në pikët e tyre. Ata nëse me të vërtet e dojnë edhe pëlqejnë Dianën, unë ju them se keni një mundësi që ta mbështetni ata. Është një mundësi që nëse të gjithë ne të mblidhemi së bashku, bëhemi një numër i madh që e votojmë Dianën në internet, atëherë ajo do të ketë mundësinë që të kaloj me një herë në 15-shë. Po, është e vërtet? Po. Tash në webfaqen zyrtare të Miss Univers ka dalë mënyra qysh votohet për njënën prej vajzave, njënën prej shteteve që janë në konkurem, edhe prej një e-maili kemi drejt me votu 10 herë gjatë ditës, do të 10 herë brenda 24 orëve. Kjo, kush ka pikë më shumë,
direkt kalon në 15 që. Do me thonë, mundet me ndiku që nëse unë nuk kam pik, pa marrë parasysh asaj që unë e meritoj, ose nuk e meritoj me kalu, ka me mbet mbrapa 15 qës. Shtu që varet totalisht prej popullit tonë, që jam shumë e sigur që kanë me të përkra. Ata që në këto momente janë shumë të interesum që ti me qenë me njëherë automatikisht në 15 që po pysin me siguri se si do të ndodhë kjo mënyrë. Unë kam këtu një fletë në të cilën është me shkrimdore, nuk e di nësë është i Dianës apo i kujtë. Jo, është i menagjerit Miss Universe në Zerit. Miss Universe. Okej, edhe këtu të regohet paka shumë se si do të jetë mënyra e votimit. Pra, hyni në webfajsën missuniverse.com, në të cilën tashmë unë hyra, edhe më është hapë. Mande kemi këtu edhe mënyrën që thot votoni për konkuruesën tuaj të preferuar, dhe me thënë për konkurentën e preferuar. Unë po e prek këtë pjesë, mandej konkurentët e vitit 2012, e rëndësishme është që unë tash komi thonë dhe të vota, është e mundër tash me njerë me i thonë. Që që edhe ju gjithë, ju kësha lutë që të hyni në missuniverse.com, edhe që besoj më njëherë të tash e një aty rjedhojën, që të hyni për të votoni për kandidatet e Miss Universe, mandej për kandidatet e vitit 2012, zgjidhni Kosova, mandej të shënoni emrin tuaj, mbi emrin, e-mailin, edhe të shënoni edhe njëherë vendin për cilin të shëroni të votoni, pastaj e shtypni enter. Tashmë unë e hapa edhe pjesën ku do të mund të votojmë. Pas ka ende fotot cilat nuk janë prezentu prej vajzave tjera, i ke pati vajzat? I kam pa e shumicën, ato që ka janë aty i kam pa. Çfarë mendimi ke për to? Kur e ke pa, cilën a ke tonë për do njërën, valla, kjo ku ka pak e vështirë si konkurente? Ka gjanat vështira dhe të leta, të vështira t'i bojnë atletat sa den veç i kryna dhe nuk i diskutojnë. Kështu që gjanat e vështira edhe gjitha gjanat përgjithsi kanë zgjidhje dhe unë i përballoj gjitha. Në mesin e 89 vajzave, këtu është Diana Avdiu, për cilën unë tashmë përshënoj që dua të votoj. Tashmë më është hapur një mënyrë tjetër, ku unë duhet të shënoj emrin dhe mbi emri. Blerona, Zeqiri. Hajde për hajtë më duhe e-maila publike. Okej, përshënoj edhe e-mailin, edhe Kosova, I am at least 30 years old po, jam mbi 13 vjetë, edhe që duhet të bëjmë, do me thënë, t'i bëjmë me tik këto dy pyetjet e fundit, cilat njëra pyetje thot duhet të tregosh nëse je mbi 13 vjetë dhe që do të mund t'i marrësh të gjitha informacionet për Miss Universe, edhe tashmë u dërgua është kodi, vjen në kod po m'duket. Okej, kodi është i pa... Pse kodi? A duhet ndonjë kod, Diana? Ke ndonjë informacion? Ndryshon janë ato shkronja që dalin zakonisht gjatë aplikacioneve. Kështu nuk më ka ardhur asnjë kod, mirë po... Sa për të vëtaj. Okej. Ja, tek është kodi, të me thënë. Edhe të ta provojmë. Lekull, kjo është edhe mënyra në të cilën ju do të mund të votoni, nuk e di pse në këto momente nuk po mëj, mirë po... Okej. Ku duhet ta shënoj këtë kod? Kemi 6 një kod të cilin duhet ta shënoj, mos marrim shumë kohë televizive se po duhet me shënu kodin, kështu që do t'ju kisha lutë të gjithëve që pse jo që të hyni edhe ta votoni Dianën edhe ta çojmë përpara në 15 që për ndryshe Diana këto ditët e fundit e di që po munduhesh maksimalisht me kalu me shoqëri, me dal, me u kënaq, edhe ndoshta kemi me të mungu pak. Pak si sham. Okej, qysh po i kalon, çfarë mendimi ka familja për pjesëmarrjen tënde atje, edhe qysh po i kalon këtë ditë e fundit? Familja gjithmonë më kam përkra, kom tregu edhe më herët që babi është ai i cili më përkra më shumëti. Babi po mendoj që ka emocion më shumëti për mua. Nani
përkundër gjithë, po thot, edhe nëse është e mundshme me fitu, inshallah nuk fiton, se një vit nuk të qa. Edhe unë s'pe besoj që e ka për një mes, e mërzitet normal, po edhe ajo ka qef me fitu. Po në përgjithsi, babi është taj që është me emocion ma shumë si tjertë, edhe pse gjithë më përkrojnë. Po mungoj pak në shpejt, ceke që jam të mundu maksimalisht me ndajt me shoqni, për arsye sa unë po du krejt energjinë si pozitive si negative. Pozitive në loa klasifikoj se më duhet për ma vunë, ato negative në heke se nuk duhet me vete. Me liru krejt. Edhe po du me shfrytzu kohën me ndajt me juve, puna që unë ka me mungu kënej, edhe sigurisht që kene me mungu si familja, si jo, Vlerona është që jam, ja dhe ri shumë me ta, kështë që dhe ti keme mungu shumë. Mirë po, ne kemi më të përkrak shumë, kështu që të ra që ambetet është që ti me nga bo krenar atje dhe di që nuk kemi nga zhgënyu. Për ndryshe, dhe ishte edhe me të pyt pak për pjesën tjetër, do me thonë të regove që nëse Diana është fiton, apo hynë në mesin e vjeqës, si mbetet ajo puna për qëndrimin një vjeqar? Qëndrim një vjeqar në përkujdesjet Miss Universe është vetëm vajza që fiton. Ndërsa vajzat tjera, nëse lidhin kontrata, varet qëfar kontrata lidhin, varet krejt për kontratës. Po për gjatë një viti vetëm Ka marrë një mendim, Diana, ose ndonjë premtim prej dikuj që do tjetë pjesë ndonjë agjensi atje, apo? Unë thash, kur kom punu në New York, tash kote e fundit, kom pas oferta shumë, po nuk i kom pranu. Ato oferta janë egzistuse ende, edhe do me thonë më kanë japë mundësi që unë me mendu, edhe Miss Universe mu i me vendos nëse du me shku ose jo. Për ndryshe, tashmë unë e përfundova edhe votimin, Miss Universe Kosova, Diana Avdiu, thanks for voting, po më thët, hiç kurzu s'ka përse, Diana, ditën tash internet, kome najti votu. E që shpresoj që dhe gjithë ju keni me pas mundësin me votu. Diana, besoj që shumë prej atyre që shohin dhe që e njofin Dianën si Miss Universe, jo për sa avërmi, e pysin vetën, vajzet bukur po, trupin e mirë po, e zgjuar po, të gjitha të mirat. E diku po. A i ka ty zemrën dikush Dianës. Pak shumë eronë që ka i ka ty zemrën po, a ka të dashur Diana. Dëgjysh si ronë hine po, hajtë se po përgjirë. Vlerona e dem, po e bu një pytjen për publik. Jo, Diana nuk ka të dashur. Diana nuk ka të dashur. S'po thëmë që s'ko me pas, ha? Ta ma puna e reje, ki po për gjitha. Diana, të regome edhe pak për kush do të përkujdeset, kush do t'jetë me ty gjatë tër kohës, kur do t'u thësh për Las Vegas? Për Las Vegas unë u thoj vetë, jam vetëm, po 2-3 ditë më shumë t'i 4, pas me e vinë edhe organizatorët e misit, ndërta është edhe labi, dy drejtori dhe drejtoresha Agroni dhe Mina, Enveri, do më thonë krejt pjesa organizative e Miss Universe janë atje, po fatkeqësisht veç një orë gjatë ditës me mi po. Veç një orë gjatë ditës. E ke marrë agendën prej Miss Universe-it? Çka do të bëni? Keni takime? Ku do të shkoni? Po, e kam agendën, me kanë dërgu me email. Në përgjithësi janë përgatitjet, do më thonë përgatitjet për skenë, me krahasu me vitet e kalume të Miss Universe, çdo herë 3 javë deri në 4 javë kanë qëndru vajzat në vendin ku është mbajt misi, ndërsa këtë vit është pak më shkurt më duket, është prej datës 2 deri në datën 19, që është më shkurt, edhe do të thotë më përgjithësi çdo ditë kemi me qenë në prova intenzive, përgatitje për preliminaren që është një javë para datës 19, mandej normalisht edhe për datën 19 kur është finalja dhe finalizohet gjithçka aty. Kemi darka me persona të rëndësishëm të pjesës organizative atje, është darka me Donald Trumpin, është darka me sponsorat e misit, edhe gjana të tilla. Njëkohësisht ka edhe koktele të cilat kanë më mbajt për neve, ndoshta në mënyrë që më na relaksu pak, na ik stresin dhe se gjana të tilla. Po njëkohësisht duhet me kuptoj dhe ato, sjelljet tona në çdo vend
ata i shohin edhe i analizojnë. Për shkak të arsye mundohen që gjithçka që është e mundshme me ndodh brenda një viti, ata e bojnë gjatë një muaji sa qëndrojmë në aty, edhe na analizojnë çysh na kemi me qenë, çysh na kemi me sjell, edhe sa na po di me u përshtat si me veshje, si me qëndrim, si me të folinit ton, në secilin rreth që gjendemi. Kështu që e di që për këtë aspekt Diana s'ka pas pak problem, kemi qenë e njëjta, qysh jenë shoqëri, qysh je këtu edhe atje, një vajzë e moto në zuar, edhe mbi të gjitha e bukur. Po kur jemi tek e foluna, e di që e din anglishtën, kështu që nuk kemi pas problem besoj për komunikim, edhe sa ishe tash u gjinde mirë. Po, patjetër. Patjetër, me anglishtën. Okej, tregove që ke takime me Donald Trump edhe me shumë njerëz të tjerë të rëndësishëm me të cilët mund edhe me një paraqitje e mirë jotja mundet me i lënë përshtypje edhe mundet me qenë hapi më i madh ndoshta në karrierën tënde, kështu që ai e gati. Gati jam, tregova edhe në fillim, gati jam. Veç po pres më nis. Okej, Joana, erdhëm edhe në minutat e fundit këtu të kësaj bisede. Ishte e mirë ajo fjala e fillimit, kështu që më përdori prapë që erdhe me u përshëndet me gjithë publikun, edhe ne besoj që si çdo vit tjetër do të kemi transmetimin direkt të Miss Universit, do të përcjellim. Unë e kam fatin edhe pak ditë me nejtë ofër edhe me dalë me ty, kështu që ke pak fjallë për fund? Patjetër. Çka po na premton ose çfarë fjallë do të na thush për fund? Premtimi vetëm që po e bëj që kom bodhe në fillim është që Diana ka me dhënë maksimumin prej vetës, pa marrë parasysh çka ndodh, nëse fitoj ose nuk fitoj, unë kom e qenë mirë me vetën, se unë kom e dhënë maksimumin edhe kom e bëj gjithçka për me qenë ju mirë me mu, përderisa po më përkrani nuk du me shgënyu kërkan. Falenderime duhet me bo për arsye se po përfundojmë punë gjatë një vit, gati një vit janë marrë gjithë me mu. Falemderit shumë Pjolca dha Pashticës për gjitha veshjet e mia prej qershorit deri tash, po sigurisht më shumë t'i falemderit për veshjet që kanë me qenë prezantuese në finale. Falemderit artës dhe Nagipit që janë për kujdes për mu non-stop. Falemderit edhe djalit që e bën skulpturën Hynesha në fron kushtrimet, falemderit shoqërisë që më kanë ndajtu afër, familjes, mbi gjitha falemderit labet që është gjithçka në rrugën time. Falemderit shumë edhe njëherë që ishe këtu me ne, po të uroj gjithat mirat. Falemderit shumë. Përfundojmë bisedën me Diana Avdiun, vajza e cila do të prezantoj Kosovën në Miss Universe me datën 19 dhjetor. Deri atëherë do të shohim se si do të ecë Diana, përgatitjet tashmë gjitha janë përfunduar, shpresojmë se gjithçka do të shkojë mirë. Shkojmë me bllokun e dytë të marketingut, deri kthehemi me lidhje telefonike, përpas me juve mi së dashur do të kemi edhe lidhjen me Labin. Qëndroni me ne. Të parët ju informojnë për rrogën e llogarinë tuaj. Banka Raiffeisen, jeto më mirë. Ciao Berto prezanton modelet më të reja me çmime speciale.